Përshëndetje vëllezër e motra. Sonte në ora 2 të mes natës, pra të mes së shtunës dhe të dielës, në ora 2, me datë 30 mars apo 03/2025 do të ndrohet ora që do të thotë do të flejmë një orë më pak gjumë. Pra, ky lajm zot ju pëlqej sigurt atyre që shkojnë nëpër shkolla, pasi që e kanë tashti më të vështirë të adoptohen pra me këtë orar të verës, pra siç e quajmë ne. Andaj vëllezër e motra, ndoshta edhe e dini që Bashkimi Evropian veç është të insistu pro që ta largoj këtë sistem të ndrimit të orës. Pra dhe janë të mendu ta lënë fikse, pra të jetë edhe dimnit edhe verës i njëjti orar e njëjta kohë. Por thjesht nuk janë të mund ta gjejnë apo nuk mund të binë dakord se a të vendoset pra orari i dimrit, ora e dimrit apo e verës. Unë kisha pas qef ta di edhe nga ona juaj se a mendoni që një gjë e tillë është e mirë, në qoftë se ma nuk ndrohet ora, jet ajo orë din çdo herë, pra që është e njëjta kohë, apo mendoni që është ky sistem siç ka qenë çdo herë në rregull dhe s'ka asnjë gjë të keqe. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.